Në rrugën përpara kryesisë së kuvendit, dy socialistët e dy gjeneratave të ndryshme, Namik Dokle dhe Erion Braçe, i uruan njëri tjetrit ditëlindjen e 34 të Partisë Socialiste, pa euforinë e fituesit të një mandati të 4 qeverisës. Pa një megafest, socialistët do ta festojnë të 34-tën ditëlindje pas ditën e 19 qershorit, ditë në cilën do të nisë edhe edicioni i tretë i Akademisë Politike me deputetët e rinj të kësaj force politike. Kryesocialisti Edi Rama u përsolli urimin socialistëve përmes një fotoje me simbolin e Partisë Socialiste. Dhe me këtë simbol të flamurit të socialistëve progresistëve shqiptar, që në këtë 34 vjetor të valvitjes së tij është ngjitur më lart se asnjëherë fal 856.177 zemrave, të cilat u bën bashkë për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, i uroj gëzuar ditëlindjen e Partisë Socialiste të gjithë anëtarëve të familjes sonë të madhe politike, tha Rama. Tashmë me statusin e senatorit të socialistëve, Erion Braçe, i cili në parlamentaret e 11 majit mori në qarkun e Tiranës dhe diaspor 20.846 vota, komenton 34 vjetorin e partisë së tij. Ne vështirë kemi pasur edhe në 92-shin, edhe në 93-shin, 94-tën, me referendumin që donte të ndryshonte formën e Republikës Parlamentare. E kemi pasur tmerrsisht të vështirë nga 97-a deri në 2005-ën për të stabilizuar vendin. E kemi pasur të vështirë dhe nga 2009 deri 2013. E pastaj natyrisht ndalemi për të sjellë në vëmendje ngjarje që janë të tmerrshme, Gërdecin, 21 janarin, ku jemi vrarë dhe për fat e kemi rikthyer vendin në një stabilitet të qëndrueshëm, tha Braçe. Nga 12 qershori 91 kanë kaluar plot 34 vite kur një pjesë e anëtarëve të Partisë së Punës që drejtoi vendin për 5 dekada vendosi të i përshtatej kohës së re duke ndryshuar emër, mision dhe program për t'u ndarë nga e kaluara.